E shkuara ime është e vdekur. Një fjali, një mesazh dhe shumë nënkuptime. Beskallaku flet sikur më parë. Beskallaku është rikthyer në qendër të vëmendjes publike. Këtë herë jo me humor apo role skenike, por me një rrëfim të sinqert dhe të fortë emocionalisht. I ftuar në një intervistë me Grida Dumën, aktori ka hapur një kapitull që për shumë kënd vazhdon të jetë ende i pasgjidhur. Jeta pas ndarjes nga Xhensila Myrtezaj. Pa hyrë në detaje personale dhe pa akuza, Kallaku e bën të qartë një gjë. E shkuara për të është e mbyllur. E shkuara ime është e vdekur. Unë po jetoj të sotmen. Një deklarat që për disa tingëllon si paqe me veten, e për të tjerë si një mesazh i koduar. Beskallaku thekson se nuk e sheh veten si dikë të jashtëzakonshëm, por si një njeri që në heshtje ka ndikuar pozitivisht në jetën e të tjerëve. Unë nuk jam askushi, por prezenca ime në jetën e disa njerëzve ua ka bërë jetën më të bukur. Gjatë bisedës aktori ndalet edhe te zhgënjimet nga njerëzit që dikur I ka pasur pranë. Ai flet për sakrifica, ndihmë, dorë të shtrirë dhe për faktin se jo gjithmonë mirësia kthehet mbrapsht. I pyetur nga Grida Duma nëse është zgënjur nga ata që ka pasur afër, përgjigjja e tij ishte e fortë. Zoti është me mua. Kush mund të jetë kundër meje? Ju kam dhënë dorën, ju kam dhënë edhe bukë. Sa armiq kemi, edhe sa armiq kemi përreth. Një fjali që godet drejtë në realitetin e shumë njerëzve. Në fund Beskallaku e zhvendos fokusin aty ku gjithçka bëhet më e qartë. Pasuria ime më e madhe janë 2 fëmijët e mi, nëna dhe babai im. Ai ndalet edhe te brishtësia e jetës, duke kujtuar humbjen e papritur të shpat kasapit. E marrim jetën për të mirë qenë, sikur s'do na ndodh kurrë e keqja. Ndorroi jetë edhe shpati I shkret. Ai kishte plane për sot. Një intervistë pa dramë artificiale, por me shumë mesazhe. Një Beskallaku më I qetë, më reflektues dhe ndoshta më I fortë se kurrë. Çfarë mendoni ju? A ishte kjo intervistë thjesht një reflektim personal apo një mesazh me nënkuptime?